Hey, unë jam Helena dhe sot do të shqytemi në botën e operatorëve, thelbësor për çdo fillestar. Operatorët janë si vejtla që kryejnë veprime me vlera dhe variabla në kodin ton, si komanda për kompjuterin. Le të fillojmë me operatorët aritmetik, mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi dhe moduli. Operatori i mbledhjes, plusi, bashkon dy vlera, thelbësor për çdo llogaritje. Për zbritjen, përdorim operatorin minus, i cili heq një vlerë nga tjetra. Shumëzimi, i shënuar me yll, shumëzon dy numra, si të kesh disa grupe të së njëjtës vlerë. Pjesëtimi, me operatorin slash, ndan një numër me një tjetër, duke treguar sa herë hyn një vlerë të tjetra. Operatori i modulit, përqindja, na jep mbetjen e një pjesëtimi i dobishëm për numrat çift ose tek. Tani, operatori i caktimit, shenja e barazimit, i cakton një vlerë një variabli. Për shembull, let që 10 do të thotë që gjë mban vlerën 10 si të vendosësh një etiket në një kuti. Më pas, operatorët e krahasimit, të cilët krahasojnë dy vlera dhe kthejnë një rezultat të vërtet ose të pavërtet. Operatori i barazisë së lirshme kontrollon nëse dy vlera janë të barabarta, duke injoruar llojin e të dhënave. Për shembull, 5 është e vërtetë. Por operatori i barazisë së rreth kontrollon si vlerën ashtu edhe llojin e të dhënave. Kjo është më e sigurt, pra 5 është e pavërtetë. Operatori i mosbarazisë kontrollon nëse dy vlera nuk janë të barabarta. Për shembull, 10 është e vërtetë. Për krahasime numerike, operatori më i madh se g kontrollon nëse vlera e parë është më e madhe se e dyta. Dhe operatori më i vogël se l kontrollon nëse vlera e parë është më e vogël se e dyta. Le të shohim disa shembuj praktik. Llogarisni çmimin total. Let total 15-20 do të na jepte 35. Ose caktoni një emër përdoruesi. Let username Helena, ku username mban vlerën Helena. Dhe një krahasim. Let isadult AGGT 18. Nëse AG është 20, isadult do të ishte e vërtetë. Këta operator janë bloqet ndërtuese të logjikës. Praktikoni t'i përdorni me numra dhe tekste të ndryshme. Provoni llogaritje ose krahasime në konsolën e shkretuesit tuaj. Sa më shumë të praktikoni, aq më shpejt do t'i zotëroni. Në mësimin tjetër do të eksplorojmë deklarata kushtore si if else. Mos e humbisni.